me një vaj të lules së basanit, ose kantarionin, pra i lyejmë me këtë vajin, i masazhojmë dhe i shkrifrojmë. Me këtë vaj i lyejmë edhe kur duart më rinë të ftohta, ka plot njerëz kështu, që i thonë morthi i duarve. Pra, është bllokuar. Jeni komplet pjesa e sipërme, jo vetëm mollzat, siç thamë për te anemia. Dhe bëhet dora si vishnjë, si mavije kështu, dhe fryhen këto. Thjesht, mund t'i bëj me pak uthull molle, dhe mandej me vajin e lules së basanit. Është një vaj i kuq, i mirë, po nuk që i kuq atëhere. Tu dallohet edhe cilësia të ngjyrave? Po, pa diskutim. Ngjyra e saj, ajo hipericina këtu është në nivelet shumë të larta. Atëhere, bëhet masazhi, zbuten, dhe pasaj masazhohet çdo gisht më vete, çdo gisht nga 1-2 minuta, shputa e pëllëmbës së dorës, shputa kjo, dhe deri sipër duke kaluar mbi parakrahun. Ky masazh bëhet 2 herë në ditë nga 5-6 minuta nëse i cilën dorë. Për të ndihmuar. Mandej i mbajmë duart kështu si lart dhe i punojmë, hapim i mbyllim, bëjmë disa ushtrime. Patjetër. Bëjmë edhe një ushtrim kështu, për shembull, sikur do t'i mbajmë duart kështu, i shtrim me pëllëmbën poshtë dhe bëjmë kështu dhe pastaj e rrotullojmë 5-6 herë nga majtas. E njëjta gjë edhe me këmbët. Pra, majtas, djathtas, 5-6 herë, djathtas, majtas, 5-6 herë, e mbledhim pëllëmbën e dorës 5-6 herë dhe në këtë mënyrë ne nxitim dhe përmirësojmë qarkullimin e gjakut.